Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë Johani ka drejtuar këtë të diel liturgjinë hynore në katedralen Ngjallja e Krishtit. Fort lumturia e tij gjatë predikimit theksoi rëndësinë e mesazheve të Ungjillit, ndërsa shtoi se vetë Ungjilli është një prani e Zotit në jetën tonë. Kryepiskopi Johan foli për rëndësinë e lutjes në jetën e njerëzit dhe rëndësinë e saj në përballimin e çdo lloji problemi apo vështirësie. Fort lumturia e tij u shpreh se nëse fokusohemi te Krishti, do të kemi shumë forcë për ta përballuar çdo problem dhe për ta kthyer në të mirën tonë, sepse çdo provë që kalojmë na bën më të fortë. Sepse lutja është ajo që forcon muskujt shpirtëror. Ashtu si atleti. Atleti ndoshta bën mira orë, ai mund të vrapojë 100 metra për 10 sekonda, po mbrapa këtyre që ndrojnë mira orë stërvitje. Një peshngritës mund ngrijë 200 kg për 2-3 sekonda, po para këtyre janë mira orë stërvitje. E njëjta gjë është në lutjen shpirtërore. Nëse muskujt tonë shpirtëror nuk janë të fortë, ne nuk mund të përballojmë dot vështirësitë e jetës. Dhe Zoti nuk na ka thënë që s'do kemi vështirësi. Madje thotë o fjalë, në botë do keni shtrëngim, po keni zemër, unë e munda botën. Gjë që do thotë Zoti nuk e ndalon stuhin, po brenda stuhisë mund na shpëtojnë. Nëse ne fokusohemi te Krishti, do kemi shumë forcë për ta përballuar. Madje jo vetëm për të përballuar, po për ta kthyer atë në të mirën tonë, sepse çdo provë që ne kalojmë, bëhemi akoma edhe më të fortë. Dhe provat shpeshherë Zoti lejon pikërisht për të na forcuar ne për të mirën tonë. Mëtej, kryepiskopi theksoi se nëpërmjet besimit dhe fokusimit e Zotit, mund të përballojmë çdo gjë.